Se vazhdojmë të këmbgullim, të presim me padurim të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, pse situata nuk është fort frymëzuese sot, kam një përgjigje shumë të thjeshtë, sepse nuk ka alternativë përkundrejt lirisë individuale dhe shtetit të së drejtës, çka nënkupton barazisë përpara ligjit. Shqipëria kur nuk ka patur një plan B, Shqipëria kur nuk i ka hedhur syt në një drejtim tjetër, sepse ne e dim prej historisë sonë, e kemi mësuar në kurriz që çdo plan i mundshëm B apo C është plan pa liri individuale dhe pa barazi përpara ligjit. E kemi pasur për një kohë të gjatë dhe nuk duam as ta çojmë në përmend që mund të kthehemi në atë kohë. Natyrisht kohët kanë ndryshuar dhe po shfaqen aktorë të tjerë ndryshe, por thelbi është aty, thelbi është i pranishëm. Ka vetëm një qytet që shkëlqen mbi kodër për atë që ne duam më fort, që është liria jonë e nevoja për të jetuar në sundimin e ligjit, dhe ky qytet është qartësisht Bashkimi Evropian për ne. Unë e them për herë ka një arsye, ka shumë arsye, po së paku në këtë rast do të përmend një, pse afganët apo irakianët nuk ja dolën. Arsyeja është se nuk kishin Bashkimin Evropian si horizontin e tyre, si burimin e dijes dhe si partner në përpjekjen për të ndërtuar një shtet funksional me institucione funksionale. Liria pra nuk mjafton sepse mund të fashitet. Dëshira për të jetuar në sundimin e ligjit nuk është mjaftueshëm, mund të fashitet. Të duhet njohuria dhe Bashkimi Evropian ofron një uri që askush në botë nuk i ka dhe ky është bekimi ynë, ky është shansi ynë dhe ne duam të përfitojmë prej tij. Ju po na ndihmoni për këtë gjë dhe dua të sigurohem që ta dini që në fakt keni të drejtë që po na ndihmoni. Në fakt keni dhe të drejtë që besoni te ne dhe do të keni edhe më shumë të drejtë për të marrë me rezerva edhe disa stereotipe që ende gjallërojnë për ne. Ne jemi një vend që ka probleme, por kemi bërë një rrugë të gjatë për të ardhur këtu ku jemi. E dim që ka ende rrugë për të bërë derisa të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Po ndërkohë jemi krenar që kemi bërë gjëra që kanë ndryshuar marrëdhënien midis individit dhe shtetit, duke transformuar shërbimet tona në një platformë të mirëfill digjitale të qeverisjes, e duke u dhënë mundësi qytetarëve me 90% të shërbimeve ta marrin këtë shërbim duke mos bërë asgjë, përveç se duke klikuar në telefonat e tyre celular apo kudo ku janë në Shqipëri e botë. Jemi edhe shumë krenar që kemi kryer një transformim kaq të jashtëzakonshëm të sistemit tonë të prokurimit publik, që tashmë konsiderohet nga Komisioni Evropian, ekspertët e komisionit, konkretisht nga Sigma dhe OECD-ja, sistemi më i mirë i prokurimit publik në Ballkanin Perëndimor, një sistem që ndërkohë është në mesatarën e sistemeve të shteteve anëtare të BE. Pa dashur të zgjatëm, dua t'ju them që po presim me padurim që të forcojmë bashkëpunimin me Bankën Evropiane të Investimeve.